Bambarabam, bambarabam, bambarabam. Ore, përshëndetje tuaj, përshëndetje të Përshëndetje gjithëve. fon, përshëndetje profesor, le ta themi kështu. Më thuaj si duash. Përshëndetje të gjithëve kudo që jeni në këtë çtun kaq të bukur, edhe pse ka pak re, megjithatë e bukur është. E bukur se data sot shënon 12 qershor. Jo. Po, 2021, kjo ka qenë një javë zjarri. Pse? Unë e kam quajtur java e ngarkim shkarkimit të personave për figurave politike. Ngarkim shkarkimi, po e vërtet. Shumë saktë. Javë zjarri. Megjithatë, halli më i madh nuk është i tyre, po është I popullit. I popullit i yt, ja. Në rast patjetër. Më falni që unë i drejtoj madh. Mirë, ju kërkoj ndjes për zërin tim të Euro, sepse ka filluar Europiani, kemi përtitur dje për Italinë, ka fituar 3-0 ndaj Turqisë, por nuk është puna jon kjo, megjithatë për të justifikuar zërin tim të ngjirur, por po vazhdoj kështu fono deri në fund të muajit i pije që unë s'kem zofare. Okej, do të jem do flasësh me gjuhën e trupit. Por le ta nisim emisionin se unë do ta dedikoj këtë emision edhe për Arbreshët fon, se na ka dërguar mesazhe, edhe ne në gjuhën Arbreshtë kemi gëluhua e trupit, ë? Që thuare? Gëluha e trupit. Gëluha e trupit. Mirë, fon, do ta nisim me një histori që ka të bëjë me rinin time të paktën, po dhe me rinin tënde. Kur kemi qenë të rinj dhe kemi rënë dashuri, kur flirtonim, kemi bërë një lojë shumë fantastike me lule delen. Kur e merrim lule delen dhe fillonim, pastaj numëronim gjethet e lule delës. Më do. Ka patë një këngë. Ç'është kjo dilemë e një të riu dhe një Mbaj flirti? mend një këngë ka qenë para viteve 90, si ishte ajo. Në varet dashuria te kjo lule shqer. E tjera se unë nuk jam nga që dhe këtë këngë të vogël. Po. Mirë, në këtë lojë ka qenë interesante të rinis ton, pra me lule delen, pra Foni sot dhe profesor Foni, ta themi më saktë, do shpjegoj anën psikologjike, fenomenin psikologjik të kësaj loje midis flirtit të dy të rinjve. Duan apo s'duan dhe si e gjejnë pra pyetjen filozofike, më do apo s'më do? Faleminderit. Faleminderit juve. Unë do të merrem diçka më prure një ide shumë të bukur, sepse njerëzit ka shumë të rinj, aty që më shkruajnë, më vinë, më takojnë, më dërgojnë emaile dhe problemi kryesor është se ata nuk dinë se çfarë të bëjnë në një lidhje dashurie. Nuk bëhet fjalë vetëm për moshat e rritura mbi 22, 25, 26 vjeç, po ka dhe adoleshentë të rinj të cilët gëzojnë që kanë rënë dashuri, jetojnë në një marrëdhënie. Ata kujtojnë se kanë filluar një marrëdhënie, por gjasat janë që nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Megjithatë, po e marrim një rast shumë interesant. Ta them se juve filloni me një vajzë të dilni pak herë. Mund ta kategorizojmë moshën, po apo s'ka rëndësi? S'ka rëndësi mosha, s'ka rëndësi. Dhe fillojnë të ndjejmë dy gjëra me të. Fillojmë së pari të sqarojmë disa gjëra. Duhet të sqarojmë fjalën ndjek dhe pretendoj aty. Ndjek dhe pretendoj. Në këtë kuadër, ndjek dhe pretendoj, sepse me fjalën ndjek çfarë duhet të kuptojmë? Nuk e di. Duhet të kuptojmë se korniza kohore fillon dhe shëmbet kur ti nuk arrin atë rezultatin e duhur dhe pavarësisht se ne dërgojmë mesazhe, i dërgojmë mesazhe asaj, po flasim në rastin e djemve. Në rastin e djemve, po. Ajo nuk kthen përgjigje. Po pse nuk kthen përgjigje? Kemi kohë apo duhet të dëgjojmë një këngë? Apo dëgjojmë një këngë, nisim një këngë. Edhe një minutë e mbajmë patjetër. Atëre shumë bukur, shumë bukur. Pra ne fono ta riformulojmë edhe një herë. Pra është historia midis një flirti dhe dy të rinjve, pra. Ne ndodhemi ne djemt, nuk po flasim për vajzat këtë çast. Në çast që ne shikojmë që kemi një kthim përgjigje nga buzëqeshja jon, nga interesimi jon, nga ajo, ne jemi gati, si thoshte ajo halla e këtij Matogrudës. Ishte gati mashkulli të futet në një fuqi me zift të përvëluar vetëm që ta ketë afër femrës. Shumë saktë. Po dërsisim nga sekreti me këto fjalë kaq punë çfarë fol. Jo, është e vërtetë kjo. Dhe kjo na bën që ne ta ndjekim sërish, ti dërgojmë mesazhe vazhdimësisht dhe të pretendojmë. Mirë, nuk kemi harruar pa pretendojmë Ankloe na jep shenjën se ne do të jemi vetëm 9 minuta dhe jo më shumë që të futemi te grupi tjetër i reklamave. Edhe një histori e vonë për gjithë ata që kanë hyrë rishtas në emision dhe nuk e di. Tani po flasim për këtë historinë, si ta kuptojmë mashkulli që pasi ka hyrë në një flirt, vajza me cilën ai ka rënë dashuri, po themi, don t'i bëj dalje sepse nuk funksionon dashuria. Nuk i përgjigjet. Pra, pavarësisht dëshirës së djalit i cili tham mund të futet edhe në fuqinë e ziftit vetëm për të fituar vajzën, ajo luan me të. Luan me mua. Luan ti me ndjenjën e tjera. Por si do që të bëhet, djali fillon dhe bën llogaritë e tij.
Dhe sido që ta bëj ai llogarin, del i humbur. Del i humbur sipas mendjes së tij. Po, sepse ai thot, ajo në fillim më donte, dhe ose tani që më largoj dëshiron që të shikoj më tepër nga unë. Qartë. I jep një mendim. E dyta thotë, unë do përpiqem më shumë për të, që ta fitoj atë. Ose ajo nuk më do, por unë do të përpiqem që ta bind se unë ja vlej. Pra këto janë llogaritë e mashkullit. Llogaritë e mashkullit. Qartë. Dhe pastaj thotë, apo bëra unë diçka gabim. Apo bëra unë diçka gabim dhe nuk ja thash ashtu siç duhet, por unë do mundohem t'ja rregulloj. Pra të gjitha këto dilema lart poshtë që hedh mashkullin. Sepse ai ka parë diçka që nuk funksionon. Nuk funksionon. Shiko. Në fillim ajo u afrua qeshi buzqeshi, i pëlqeu ndonjë tavolinë me të Ka ndarë për kafe? Doli për kafe. Domethënë ka filluar pas së ngërçi? E jepte Anita Bitri e ndjera te një këngë e saj. Nëse ti shikon një djalë të respekton, mos kujto se dashuron. Çka që një këngë kështu. I shkon për shtat. I shkon kjo histori, por megjithatë. Edhe tani mashkull çfarë bëri llogari pra thotë. Shko. Kush gabim, çfarë gabim. Vazhdojmë një histori tjetër. Vazhdojmë ti dërgon mesazhe dhe edhe dilin dhe ajo në çast që i thua ti do dalim? Po, thotë. Po, patjetër do dal, do takohemi nesër, mos më merr më në telefon, mos gjo mesazhe se do të marrun. Do të marrun. Shiko. Çfarë ndodh? Nuk e di çfarë ndodh. Ai po pret sepse do ta marrë. Nuk të merr. Nuk të merr ajo. Nuk të merr. Po çka ndodh, profesor? Nuk e di çfarë ka ndodhur, ajo nuk të merr. Fillon ti tër natën. Shiko. Mendja. Nuk me fill gjumë. Me stikun me organin. Nuk fill. Le ato, po. Pa gjumë, cigare, alkool, të gjitha. Pra, ajo është në bisedë me veten, ëh, duke përpyetje vetes. vetes. Bisedë me veten, çfarë ndodhi? Sepse në çast që ajo u duk se u afrua, tak, me një herë barierë. Çfarë ndodh? Tani të flas për veten time, se kemi qenë edhe ne tri. Pra, mund të themi që kalon një krizë, le ta themi momentale në këtë vuajtje që ka, mos në këto pyetje. Kalon në jo fare ankth, po kalon në depresion fare. Kalon në depresion djemt edhe. Edhe kush janë moshat më të prekura, profesor? Mund të them që nga adoleshenca e lartë. Jo. Dhe kjo ndodh me djemt të cilët bien këmbë kokë në dashuri. Ata që vuajnë shumë, ata që han karemin, dhe ndërsa ata djemt, se do të flas një herë tjetër, që kanë kaluar, kanë patur histori dashurie, nuk e vuajnë kaq shumë. E vuajnë këta fillestarët, të themi. Në qoftë se ata zhgënjehen nga 2-3 të tjera, historira të tjera. Motakët në dashuri. Janë akoma ata në fazat e para. Megjithatë. Tani çfarë ndodh? Në çast që ti thua hajde se do dalim, e ul në tavolinë atë thotë, di si shpuna, dëgjoj, tani nuk mund të dalëm, se kam menduar që këto 3 muaj të merrem me kam një aktivitet, kam një projekt, do bëj një udhtim. Ngelesh ti prap. Ngelesh, nuk e kupton. Tani këto janë të gënjeshtër telefon apo? Jo, janë të vërteta, unë do t'i them nga rastet reale që më vinë. Kuptoj, po. Jo, po gënjen që ti bëj dalje mashkullit të gjithë histori. Ja, okay. Po. Dhe pastaj çfarë bën ai? Ti fillon ç'është kjo, pse më ndodhi kjo, pse më ndodh mua, pse më ndodhi prisë gjë tjetër. Fillon të gjitha skenarët i kalon kokën tënde. Skenar edhe një herë. Skenar. Dhe duhet patur parasysh se në çast që vajza u ka dhënë gjithë këto shenja, u ka mbyllur telefonin, nuk u është përgjigjur në telefon, 1 herë, 2 herë, 5 herë, 6 herë, u bën këto lojra. E di çfarë rekomandohet? Çfarë? Mos bëni asgjë. Pra, mashkulli? Mos bëni asgjë, mos i shkoni nga pas më se të ka dhënë shenjat që ajo nuk të do, nuk ka interes të vitë te ty. Jo, po të ndërpres direkt. Mos e vuani sepse do ta vuani, prandaj jepi stop, harrojeni. Mënyra se si harrojnë do të flasim në emisione të tjera, por flasim në këtë çast duhet t'i bëni dalje dhe ju. Shiko. Dalje. Pra, ta fus historinë në një kasafort, ti ndroj dhe numrin e pinit dhe ta hedh edhe çeltin tek e fundit. Në det. Ose ta gëtis. Se ka marruar, nuk ka ta gëtis. Allah, si gjithmonë Allah. Pra. Jo, s'po them. Pra duhet të bësh nga këto. Ajo që duhet të bër, themi, është se ju djemt zakonisht meshkuj të përgjithësi kur humbasin një femër në këto rrethana, jo rrethana fizike, ajo largohet nga jeta, por flasim kur humbet dhe i largohet ajo, çfarë ndodh? Në të shumtën e rasteve, ata e mendojnë pa rreshtur
dhe i shkojnë nga pas. Nuk lënë më Facebook, Instagram dhe çdo rrjet tjetër të mundshëm. E ndjekin virtualisht me kë shkon, me kush i dha like, pse i dha like dhe mund të vend të zihen e të grihen me personin tjetër që i dha like vetëm se i morën diçka të tillë që nuk ka qenë kurrë e tij. Ka mesazhe të ardhura këtu fon, kështu që thotë vazhdoni sepse jemi në kuriozitet, ndoshta edhe për veten, po edhe për fëmijët. Të vazhdojmë aty ku e lam. Pra, në çast që ne thamë që ndërpritni të mos bëni asgjë kur shikoni që ajo ka dhënë gjitha këto shenja. Dhe ju vazhdoni intensivisht të shkoni duke kontrolluar dhe rrjetet sociale dhe gjithçka që është e mundur të pyesni shoqjet e saj, miqtë e saj ose miqtë e përbashkët që keni. Në këto raste çfarë ndodh? Psikologjikisht çfarë ndodh? Ne tashmë nuk duam më personin si materie, si mish, si kock, si trup, por ne duam ëndrat që kemi thurur me të. Në çast që ne jemi ulur me të, në kafe, në restorant apo kudo që kemi qenë, gjatë kohës që ajo fliste, ose gjatë kohës që ne e shikonim, truri ynë fillonte të fantazonte dhe të krijonte skenar hipotetik, sikur me të do të shkoja në plazh, do ikja në mal, do bëja dashuri me të, do bëja fëmijë me të, do luaja me të, do ishim një familje këndshme. Ndërton një arkiv me filma me metrazh shkurtër dhe me metrazh gjatë, besoj. Po sigurisht edhe me të gjatë janë më të rëndësishëm. Pra, patjetër. Vazhdon të ndjekësh ëndrrën tënde pas saj. Do të thënë ti përjeton ende me të. Dhe kjo është periudha më e vështirë dhe kjo është që i çon njerëzit në depresion. Kjo periudhë. Kjo periudhë, po kjo mund të zgjasë edhe me muaj të tmerrshëm. Po do dhe një kështu terapi. Pavarësisht sepse duhet kemi parasysh, kur futemi në dashuri, ose bijem në çastin që ne po ndihemi sikur po dashurohemi, dhe dy njerëz nuk dashurojnë njësoj. Njëri futet me intensitet 10, tjetri futet me 2. Po nga marshi, sa marshi. Do të thënë, ti mund të futesh me 10, ajo me 2, ose ajo mund të futet me 10 dhe ti me 2. Pra, nuk është e thënë që ju futeni të dy me intensitet 5 apo 10 në këtë dashuri. Dhe zgënjehesh në dhe po flas për rastin e meshkujve, por do flas edhe për rastin e femrave, të cilat dhe ato pësojnë të njëjtën gjë. Dhe qartë. Vazhdojmë më tej. Jo, një pyetje tjetër që ka të bëjë me gjithmonë këtë situatë. Dihet kjo e famshmja batutë dhe konkluzion, pra dashuri me shikim të parë. Po themi, besoj në këtë kohë ka rënë shumë kjo? Jo. Marrëdhënie me disë çifti parë, apo është flirti në fillim, pra lind flirti dhe ngjiset dashuria? Jo. Atëre. Dhe sa sekonda është ajo momenti i parë i rënies në dashuri? Dgjoj. Ne do na të parë ne të rriqemi nga bukuria te një tjetër. Ne kemi folur tek nga gjuha e trupit në emisionet e mëparshme se çfarë na tërheq më tepër tek një femër ose një femër çfarë tërheq te një mashkull. Çastet e para, 20 sekondat e para janë vendimtar. 20 sekondat e para janë vendimtare për të vendosur nëse ne do dashurohemi me të apo nuk do dashurohemi. Në të dyja palët. Po shumë pak. Shumë pak, po janë vendimtare. Janë vendimtare. Është truri ai që merr ato reagimet e para, domethënë syt dërgojnë impulset aty. I merr vendimet pra truri, Jo, përpunon truri, përpunon. Patjetër. Janë syt ato që krijojnë atë impaktin e parë dhe dërgojnë. Dhe duhet të thënë që nuk është se njerëzit kanë ndaluar ose kanë pushuar se dashurohej me shikim të parë. Dashurohen ende, do dashurohen ende, derisa jemi qenë njerëzore dhe me miliona vite. Është shumë interesante e thonë sepse kjo punë e dashurisë midis apo do flasim herë tjetër. Kjo dashuria midis gjinieve të kundra që duhet të mbrohet me shumë do flasim ditë tjetër për këtë histori. Për këtë bisedën që kanë ndezur këto ditë. Këto ditë për kjo bisedë e flakë. Nuk kam mendimin tim. Por nuk do të përfshihemi në këtë histori sepse nuk kemi asgjë me ta. Ta kalojmë tutje atë sepse po do flasim herë tjetër, do më japësh fjalën them sepse është interesante. Po, do të flasim sepse ja vlen të flasim. Dhe un kam pikpamjen time, ashtu siç kanë gjithë njerëzit, bazuar edhe në librat që kanë lexuar. Po, sigurisht. Megjithatë, duhet kemi parasysh të kthehemi përsëri aty ku folëm për mesazhet, për shkëmbimin e mesazheve, mosmarrja e përgjigjeve të duhura dhe çfarë ndodh? Ndodh që pas shkëmbimit, në çast që ti i thua më jep telefonin të lutem që të telefonoj, dhe në çast ajo mund të thotë jo nuk ta jap numrin e telefonit. Prap kjo është një shenjë tjetër që ajo nuk do të afrohet me ty. Ti ka dhënë shenjat. Mos kujtoni se një femër s'ti ka dhënë shenjat gjatë kohës që
të ka dhënë disa shenja. I ka hedhur pra, i ka lëshuar xixat. I ka lëshuar xixat. Po. Ti mezi precet të jap numrin e telefonit, po dhe kur e ke marrë numrin e telefonit kemi ato raste që thon që sa më the, pra, që shmanget ajo me mënyrë të po. Edhe thotë jo tani do merrem me këtë, do merrem me atë, fillon bën nga këto lloj numrash, të cilat dal nga dal fillon dhe të gryhen për brenda orëve çfarë po bëj un gabim. Ore kafet ja pagova un këtë, i bëra un këtu dhe ndihesh në pozicion shumë të pa. Po si gjë, se i ke shtruar vetë shumë pyetje fond, mashkulli po. Si e gjë kush e gabimi ose ekziston kjo shumatorja, themi, ajo që bën rezultanten e fundit të gjithë këtij rrethi. E vërtet, po jo, më interesoi dhe ajo përgjigjem se pak më lart, më duket jo, më the para se të fillonin transmetimin, që këtu në këtë lojë femra ka filluar të bëjë edhe një selektim, sepse nuk është vetëm kjo. Nuk është vetëm ky që po gjuan kjo. Po çfarë do thotë kjo? Dgjoj. Mund kemi disa gjëra, këta që tham, ka disa gjëra që nuk shkojnë. Sepse femra në natyrën e saj është pak lozonjare, ka qef ti vën nga pas. Është natyrë. Si kotelja. Kjo është shumë e hershme, është shumë e hershme që në antikitet, shumë e hershme, sepse ne vim nga bota shtazore dhe vim nga dhe çfarë bën? Ndoshta pa vendosmëria e saj. Mund të ndodhë që ajo të jetë në lidhje të dy fisht gjatë kohës që jeni bashkë. Me dy fytyra le ta. Mund të jetë dhe me tre. Me tre fytyra patjetër. Mund të ketë edhe një të tretë dhe ajo nuk di me kë të shkojë. Smundja e famshme psikologjike. Më mirë të kem shumë sesa mos kem asnjë. Se smundja thon ajo me personalitetin e dy fishta dhe të shumë fishta, janë gjëra tjera. Janë gjëra tjera. Atëherë mos u masim kohë me 105 po jemi këtu. Po. Atëherë, çfarë ndodh? Në çast që jemi përballë një femre dhe ne fillojmë të atë flirtin ton të bukur dhe ajo në krahun tjetër dhe ajo ndihet mirë, pra ka një shenjë interesi pozitiv nga të dyja palët, është e bukur se ju në ato çast thash filloni dhe fantazoni të njëjtën gjë, e shprehni në fytyrën tuaj, se këtu është gjithë historia, se prandaj po flasim të gjuhë e trupit, shprehet në fytyrën tuaj dhe kjo kënaqësi që ju merrni ato çastet e para të flirtit do të mbajnë gjatë në jetën tuaj. Do të shoqërojnë gjithë jetën tuaj. Po rezatimi që lëshon fytyra kur është gjatë flirtit që ju bëni. Hajde kalamoja. Do të mbajnë gjatë gjithë jetës tuaj. Përshëndetje, edhe ne mbim shumë pa pritur. Ja, po ti më çik natyral, nuk është vetëm në rregull. Dëgjoni, ju lutem, si jeni të rinj. Po flasim për flirtin, a? Jemi në çastet e fundit që juve u kanë refuzuar, siç folëm gjatë gjithë emisionit, duhet keni parasysh. Ju djem ka. Në çast që u kanë refuzuar vajzat, mos i shkoni nga pas dhe të bëheni si ajo rroba që shkelin kur hym në shtëpi. Por të ruani dinjitetin tuaj. Sa bën dinjiteti nuk bën asgjë në këtë botë. Nëse një femër po vazhdon pra të që është gritur vetë, ta themi thonjza, ndaj një mashkull të krijon një flirt dhe ti ke filluar tani që mos ti kërkosh më vetes për të vazhduar me mashkullin, edhe i bën dalje, pra i shmangesh. Në këtë moment foni thotë, po mashkulli çfarë duhet bëj tani ndërkohë? Ti mos bëj asgjë mos i bëj. Mos i marrë. Mirë takofshim, mirë dëgjofshin të gjithë. Të shtunës tjetër, patjetër. Mirë. Ciao.